Kuvendi i Kosovës është mbledhur për të zgjedhur presidentin e Republikës së Kosovës e megjithatë duket se jemi përballë një ngërçi të madh që mund të shkojë deri në zgjedhje parakohshme. Për të folur mbi këtë krizë dhe a do kemi tym të bardhë ditën e sotme, kam të ftuar në një lidhje direkte profesorin e njohur zotin Selatin Ret Koceri. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje. Çfarë po ndodh me kuvendin e Kosovës dhe a do të kemi tym të bardhë nga kuvendi apo do shkohet në zgjedhjet parakohshme? Po, mbrëm kemi pas të gjithë qytetarët një breng, një frikë se po ndodh puçi kushtetues, sepse zonja kryetare e kuvendit zhvillonte procedurat sikur gjithçka është normale në kuvendin e Republikës Kosovës. Kishim prezencë vetëm të opozitës, 64 deputet, derisa opozita mungonte ndërsi. Dhe zonja kryetare e kuvendit, në vend që menjëherë pas konstatimit të mungesës kuorumit ta ndalë mbledhjen e kuvendit, ajo vazhdonte sikur gjithçka është në rregull, edhe shkon e vendos kutin për votim, i propozojnë kandidatët, e zgjedh komisionin prej 2 anëtarëve të të njëjtës parti, edhe vazhdojnë me procedura deri në votimin e secilit nga deputetët e kuvendit. Kjo, në fakt, paraqet shkelje të vendimit gjykatës kushtetuese, por edhe të kushtetutës në përgjithësi, sepse nuk mund të fillosh mbledhjen e kuvendit nëse nuk ke quorum prezent në sallën e mbledhjeve. Kështu që krejt ato tentativa ishin të qëllimta në mënyrë që të bëjnë presion te opozitorët që ata të vinë sallë spaku, ata të vinë sallë dhe t'i pengojnë, sikurse VV-ja që dikur e pengonte me gjithfarë forme mbajtjen e kuvendeve kur zgjedhej zoti Thaçi presidenti i vendit, edhe në këtë rast opozita vërtet pozita ka menduar se LDK-ja dhe PDK-ja do të kthehen në sallë dhe spaku ata do t'i pengojnë në formë të dhënshme që mos ta vazhdojnë kuvendin, ose në kuvend të bëhet diçka që nuk do t'ja dojmë kur që në kuvendin e Kosovës të kemi përleshje apo ajo që dikur bënte lëvizja vetëvendosje me gaz e me fishllima e me gjithfarë metode violente që ajo përdorte në kuvendin e Kosovës. Kështu që dje mbrëm kishte tentim puçi kushtetues dhe rënim i rendit kushtetues të Republikës Kosovës. Profesor, ditën e sotme ka filluar përsëri seanca në kuvendin e Kosovës edhe pritet që të ketë një votim për president. A besoni që do ketë një president Kosova, pasur parasysh këtu që Vjosa Osmani tashmë është kandidat e zyrtar për president? Unë droj se, apo frigohem se gjithçka kjo është skenar i programuar mirë nga zoti Kurti, dhe në asnjë rrethon dhe në asnjë formë ai nuk do të lejoj që zonja Vjosa Osmani të zgjedhet edhe një herë presidente e Republikës Kosovës. Domethënë, krejt ato takimet me opozitën që i kishte zoti Kurti ishin vetëm kurtuazi apo formalitet sa për të dukur në opinion se Albin Kurti po bën prova, po tenton të gjejë zgjidhje për
mos të quar vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme, por megjithatë të gjitha ato ishin jo serioze, sepse vetë Kurti është jo serioz, edhe qëllimet e tij janë djallëzore, që ta shkatërrojë rendin kushtetues të Republikës Kosovës, edhe të përgatitet për të ashtuquajtur në Republikën e tretë, që ai e ka në një skenar të parapërgatitur. Kështu që dy zonja të cilat mbrëm u tentua Feride Rushitja, Nexhmien, nuk më kujtohet mbi emri, ato njëra prej tyre ka qenë kandidate për zgjedhje lokale e vetëvendosjes, derisa zonja Feride Rushiti vërtet është një zonjë e nderuar, e cila në kushte normale edhe do ta meritonte këtë pozicion, por qëllimi i Kurtit nuk është serioz, edhe nuk ka qëllim për ta zgjedhur këtë ngërç, sepse Zotit Kurti i konvenon udhëheqja në këtë formë, pa kontroll parlamentare dhe pa kuvend. Ai vazhdoi ta kryej detyrën e kryeministrit, siç e kreu për 1 vjet, kryeministër në detyrë, tani e ka edhe presidenten e vendit ushtruese detyrës, e cila sipas Zotit Kurti ajo do të vazhdoj punën deri në tetor dhe asnjë problem nuk ka, derisa ish kryetari i gjykatës kushtetuese Zoti Hasani dje e konfirmoi se në momentin kur shkojmë zgjedhje të lira dhe zgjedhja e parë që duhet ta bëj kuvendi, pa zgjedh kryeministrin, duhet, domethënë vetëm kryetari i kuvendit. Në momentin që zgjedhet kryetari e konstituohet kuvendi, në atë moment nuk shkohet me zgjedhjen e qeverisë, por duhet shkohet me zgjedhjen e presidentit. Kështu që zonja fjalë Albolena Haxhiu, ushtruese detyrës, maksimum mund të jetë edhe deri në tetor, apo ta përmbush mandatin kushtetues si ushtruese detyrës 6 muaj, derisa kryetari i kuvendit i ardhshmit që vjen nuk mund të zëvendësoj presidentin, por nëse nuk zgjidhet, përsëri shkohet në zgjedhje tjera, domethënë një cikël i vazhdueshëm i zgjedhjeve. Në këtë rast, LDK-ja i paraqiti mbrëm në një konferencë me gazetarë se i ka 15 nënshkrime të LDK-s për ta zgjedhur Vjosa Osmanin, por unë mendoj që çështja e zonjës Vjosa Osmani veç ka përfundu, edhe pse ajo si duket është duke prit se në momentet e fundit pak para orës 00 ajo do të hedhet në votim dhe do të votoj, sepse ende as nuk ka formu parti politike dhe ende nuk është futur në LDK, kështu që zonja Vjosa Osmani si duket po shpreson se ajo do të jetë presidente edhe për një mandat. Unë dyshoj shumë, sepse Albin Kurti është një revanshist, është një hakmarrës i madh dhe nuk mendoj që ai edhe një herë do t'ja jep shansën, edhe nuk do të votohet, edhe nëse ja jep shansën, nuk do të votohet nga të gjithë deputetët e lëvizjes vetëvendosje, derisa LDK-ja edhe mund ta votoj, por votat e LDK-s janë minore në krahasim me ato votat që dohen. Por edhe diçka tjetër, ka mundësi që në sallë të qëndroj edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila me Duda Balën i ka 7 vota, kështu që ka mundësi edhe të mungojnë një numër prej 6-7 deputetësh, ka mundësi që të kaloj Vjosa Osmani, kuptohet, nëse Albin Kurti e pranon. Nëse Albin Kurti e pranon, atëherë edhe -5 apo 6 deputet që mund të mos i binden në këtë rast Zotit Kurti, edhe pse vetëvendosja janë uniform dhe i binden të gjithë Zotit Kurti, megjithatë, ndoshta po them do të ketë ndonjë prej deputetëve 5 a 6, të cilët deputet
të vetëvendosjes mund të zëvendësohen nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, sepse zoti Daud Haradinaj veç e konfirmoi se për mos të quar vendin në zgjedhje, ata janë gjendje të qëndrojnë në sallë dhe spaku t'ja bojnë votat Vjosa Osmanit nëse ajo kandidohet. Problemin më të madh unë e shoh te pamundësia për kandidim të zonjës Vjosa Osmani, por edhe të konsumimit të nënshkrimeve, sepse në 60 nënshkrime e ma tepër janë dhënë për zotin Glauko Njufca dhe zonjën Fatmire Kolçaku, dhe në këtë rast ata dy nuk kanë të drejtë dhe gjykata kushtetuese, nëse dikush do të ankohet nga opozita, gjykata kushtetuese do ta kthej përsëri në votim çështjen e presidentit, sepse nuk ka mundësi, nëse një herë ka filluar mbledhja edhe ti i ke shfrytzuar nënshkrimet nga deputetët, nuk ka mundësi që edhe një herë dikush ti merr nënshkrimet në këtë rast dy herë, veç i kemi këto dy zonja të mbrëm, edhe ata dy që i kishim më herët Glaukun edhe zonjën Fatmire Kolçaku, kështu që janë të gjitha këto shkelje dhe nuk ka mundësi të shkohet tutje. Përveç nënshkrimeve të LDK-s, edhe nënshkrimeve të PDK-s, nëse ja japin për zonjën Vjosa Osmani, gjë që kur nuk besoj që mund të ndodhë ajo që Vjosa Osmani mund t'i merr nënshkrimet e PDK-s, nuk ka mundësi, domethënë, zonja Vjosa Osmani të kandidohet, sepse edhe nëse kandidohet, edhe nëse zgjedhet, ajo do të jetë zgjedhje jo e lehtëshme, sepse është propozuar me nënshkrime të cilët veç janë konsumuar paraprakisht. Profesor, nëse le të themi marrim skenarin që nënshkrimet që janë dhënë njëherë nga deputet të LV-s japin përsëri për një kandidat dhe ky kandidati bëhet president. Gjykata kushtetuese e rrëzon. Rifillojnë nga fillimi dhe një herë, po themi, afatet, apo shkojnë direkt në zgjedhje parakohshme? Po ja, po këtu është problemi që unë veç kam paralajmëruar se zoti Kurti ka një skenar ogurzi dhe me qëllim i bën të gjitha këto dhe dëshiron ta çojë vendin në zgjedhje, sepse ai nuk është i gatshëm të përmbush obligimet ndërkombëtare të cilat i ka me marrëveshje. Kështu që ai dëshiron të prolongojnë këtë formë, mos të ketë përgjegjësi, të jetë ushtrues detyre dhe të mbeten çështjet kështu të shtyhen, mos diçka po ndryshon në Serbi, apo mos diçka atje po ndryshon lindjen e mesme me luftrat, edhe Trumpi nuk ka kohë të merret me çështjen e Kosovës, kështu që kë dëshiron që edhe një vjet e ma tepër të udhëheq si ushtrues detyre, të shpërndoj para kështu siç është duke shpërndar, e jap rrogën e 13 i harxhon 65 milion, tani ai në kohën kur pritej të mbahej mbledhja, vazhdimi i mbledhjes së kuvendit, vazhdimi i mbledhjes së mbrëmshme kuvendit, që vazhdoi pak mas orës 11, edhe pse ishte parapa në ora 10, zoti e Kuran Morati atje me komisionin aprovonte një pako të re sociale, të cilën dëshiron ta ndaj sigurisht në prag zgjedhjeve dhe të blej vota. Kështu që krejt tentativat e zotit Kurti janë që të dërgohet vendim. Këta do të bëjnë sot diçka deri në ora 24. Do të bëjnë diçka që ta gjejnë një arsye për ta pyetur gjykatën kushtetuese edhe një herë se a ishte vendimi kushtetues apo jo. Në këtë rast këta ka mundësi ta shkelin këtë formë edhe të bëjnë puç kushtetues duke zgjedhur me 61 deputet zonjën Feride Rashiti, edhe ajo zonjë të bëhet presidente për një kohë të shkurt, opozita të bëj pastaj ankesë në gjykatën kushtetuese, thyhet edhe për një muaj apo më tepër vendimi i gjykatës kushtetuese, kështu që qëllimin kryesor e ka
që këto zgjedhje, të shkojnë në zgjedhje domosdoshme, ai e din që është shkelje kushtetuese, nuk ka atë, nuk ka as naiv zoti Kurti që mos ta di se është duke u shkel kushtetuta, as zonja Albulena Haxhiu, edhe pse është një juriste shumë e dobët, ajo e din se është duke u shkel kushtetuta dhe e din që pas afatit 34 ditë që ja ka dhonë për gjetë zgjidhje për të zgjedh presidenti, edhe 45 ditë patjetër duhet të shpallën zgjedhjet kushtetuese. Megjithatë, këta tendenca e tyre është që të bëjnë edhe një herë një kërkesë në gjykatë kushtetuese në mënyrë që të shtyjnë zgjedhjet. Nuk ka qëllimi me zgjedh presidentin, kushdo qoftë ai. Qëllimi është me shty zgjedhjet, me shku me një afat që i konvenon LVV-s, sepse ajo në sondazhet e mbrëmshme del edhe ma keq se në zgjedhjet e shkurtit kur i kishte fituar 42%. Tani nëse shkojmë zgjedhje në qershor ose me 31 maj, lëvizjave të vendosje do të psoj fiasko, sepse veç më populli e ka po se kush është fajtori në këtë rast. Fajtor i vetëm për këtë krizë parlamentare është Albin Kurti. Ajo u duk edhe dje, kur ai me 42 minuta e spjegoi krejt skenarin e vetë që e ka bërë për këta muj për të mos u zgjedh presidenti i vendit. 42 minuta. Kryeministri ka mundësi edhe se duhet të marrë pjesë kur të ketë zgjedhje, por kryeministri të diskutoj, është presion mbi deputetët. Të diskutoj 42 minuta në Kuvendin e Republikës Kosovës, ai është kryeministër i zgjedhur dhe nuk ka çka kërkon me krejt atë diskutim gjatë që e bëri dje në Kuvendin e Kosovës. Ngjajshëm veproi edhe ministri i punëve të jashtme, Glau Konjufca, i cili pak më shkurt se Kurti, por edhe ai e zgjati më tepër se gjysmë ore, si dhe Fatmire Kollçaku, të cilët vërtet nuk kanë të drejtë fare, s'kan pasur të drejtë të paraqiten në kuvend, sepse ata nuk ishin më kandidat, edhe nuk kishte nevojë del zoti Konjufca edhe të paraqes program të tij për president, sepse ai veç u tërheq prej kandidaturës. Nëse u tërheq prej kandidaturës, ai fare s'ka pas çka kërkon me atë diskutim gjatë në Kuvendin e Kosovës, e aq më pak kryeministri i Republikës Kosovës nuk ka nevojë, sepse kuvendi është organi kontrollues i qeverisë të Kosovës dhe Kurti nuk mund të i drejtohet në atë formë kuvendit, përveç kur raporton para kuvendit për buxhetin. Unë nuk pres që deri në ora 24:00 të kryhet procesi i zgjedhjes së kryetar, veç dyshimet e mia janë që do të bëhet çmos për ta dërguar edhe një herë këtë vendim, çfarë do të qoftë ajo në gjykatë kushtetuese. Këta do të bëjnë sonte një marrri, do të bëjnë një turp që nuk do t'ja vloj as drini, por atë marrri sigurisht që nuk do ta lejoj të kaloj gjykata kushtetuese. Këta presin që në gjykatë kushtetuese të dërgoj kërkesë për sqarime opozita, por unë mendoj që opozita nuk duhet të dërgoj kurrfarë kërkese, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese i fundit është aq i qartë, është aq i pastër, sa që nuk lejon asnjë mundësi për t'ju shmangur, por ja që vetëvendosja edhe me kryetaren ushtruesen e detyrës do të bëjnë çmos që të çojnë vendin në zgjedhje në fund korrikut ose në fillim gushtit të këtij viti.
Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për juve, ishte kënaqësi.